Përshëndetje YouTube, mirë se erdhët në kanalin tim dhe mirë se erdhët një video të re. Sot jam çu me një energji, me një mendim që du të ndryshoj diçka te shtëpia, tek dhoma e çunit më sakt. Du të ndryshoj pak pozicionin e krevatit. Sepse unë jam tip, më thënë që kam qenë e vogël, ose ndoshta jam mësu prej mamit tim, se mami im gjithmonë nuk kalon të viti pa ndryshu modelin e shtëpisë. Edhe nëse se mami ka pas gjithmonë shtëpia shumë të mëdha, po edhe me shtëpia të vogla mund të bësh ndonjë modifikim kështu. Dhe mendova për të dhoma çunit, ti lëviz pjesën e krevatit, ta vendos në mes të dhomës, jo në anash, në qoshe si e ka për momentin, dhe atë pjesën ku ka qenë krevati, ku është për momentin domethënë, ta shfrytëzoj për lodrat e çunit. Tani nuk e di se sa mirë do dali dhe nuk e di a do arrit a le ashtu, sepse aty ku duan të vendos krevatin e çunit është kondicioneri. Sepse ne kondicionerët i kemi poshtë në mur, nuk i kemi sipër siç janë zakonisht, dhe ka mallë se ajo gjë do më prishi punë. Por gjithsesi unë do ta provoj, të dali si të dali, inshallah do arri do ta shty vetat e krevatin, se është jashtë mase i rënd. Po unë do ta provoj. Dhe normale që do t'ju tregoj, do ta lej ashtu, si do të dali, do ta lej ashtu, do t'ju tregoj ju dhe pres ato komentet dhe sugjerimet që më jepni ju. Unë jam vetëm në shtëpi tani, është goxha herët, nuk është shumë herët, është 9:30, gati 10, po çurin e çova në kopësht, e çoj Lori më saktë, sepse unë nuk kam dalë fare nga shtëpia për sot. Sot ai nis procesin e heqjes së pelenave, madje edukatorja kishte heq pelenën, e kishte lënë vetëm ato breçkat që ju tregova unë, dhe kam një tip emocioni, një tip nuk e di, si tip sikleti për momentin, sepse nuk e di se si do shkoj, inshallah do Zoti ja dali mirë. Edhe po se dolëm këtë vit nuk e kam problem shumë, se për të heqësh panolina, s'ka njeri të madh me panolinë, kështu që nuk është se kam shumë problem, po e mira është ta heqi. Në radh parë për çunin, pastaj për mua, unë s'është se kam problem, unë jam mësuar me heqje dhe vënje pelenash. Kështu që kam gjithkohës një si tip ndjesie të çuditshme. Pres një dytë më shkruaj edukatorja, se nuk e di se kam lënë kur çunin ashtu. E kam lënë vetëm 10 në verë, po vetëm shtëpi pak. Edhe gjithkohës rria me sikletë se mos po u lagte. Ndërsa kështu siç përin edukatorja, vetëm ato breçkat se isha lënë kur, edhe po pres të më shkruaj se më njofton nga momenti në moment se çfarë do ndodhi. Nëse unë po çom tani se kam përveç atij modifikimit të vogël që duhet bëj, kam edhe disa rregullime tjera në shtëpi për të bërë dhe do shqipemi bashkë gjatë ditës. Ja si është dhoma për momentin. Mos i vini shumë re ato aty, sepse ai është peshqiri që fshiva pak dje çunin, që i bëra dush dhe nuk e futa direkt me ula, se unë zakonisht pas 2 fshirjesh të çunit e laj dhe vendos aty të thahet. Këtu është ai shoku vet që sa herë para se çtrihet e tërheq dhe ajo lëshon muzikë, dhe ai tjetri aty po prapa i shoku vet. Ngjajnë shumë tut kështu, po ti shifni nga afër nuk janë dhaj shumë tut. Dhe po thoja, kështu është dhoma çunit për momentin, dhe mendimi im ishte ky që krevatin nga këtu ta çoj këtu. Gjithsesi po filloj nga puna dhe do ja u tregoj.
ishte papi, jo. Jo, papi. Bravo, Di, kthej timonin, nga ana tjetër. Bravo. Nga ana tjetër. Është ora gati 2:30 kështu. Dhe nuk e di sepse sot kam përtu shumë të filmoj. Edhe nuk është se dolëm ose bëm diçka, po më ka kap një si periudhë pak përtese që nuk di çfarë të them. Ndoshta edhe nga që jam lodh këtë periudhë goxha në palestër, mos po e mundoj vetëm më shumë se ç'duhet, nuk e di, sepse du patjetër të bëj mbi 10.000 hapa, bëj pak edhe step. Këto ditë kam bë dhe ushtrimet e mesit, e belit, dhe si duket e kam lodh veten dhe prandaj ndoshta nuk kam pas nerva dhe për të filmu shumë. Sot fakt u mërzita pak se çunet i ka fillu, s'mund të them temperaturë mirë fillt, sepse pak ka, po janë ato hapat e para se të filloj temperatura tamam. Është shumë i lodhur, nuk e çova as në kopësht, po ju ka skuq komplet zona e faqeve, sa herë ka temperaturë, më thënë para se të filloj temperatura, i skuqen faqet, i rrin duart shumë ngrohta. Edhe shoh që tani ka një si tip viroze, o nuk e di se çfarë është puna, po e kam shtrit tani po bën nani. Edhe unë do ju tregoj më saktë disa dhurata që na erdhën nga pronarja e kopshtit çunit. Unë nuk kam fol pak a shumë për gjithë stafin e kopshtit çunit, po nuk arrit do t'ja u tregoj tamam se sa njerëz të veçantë dhe njerëz të mirë janë ato. Jo se është stafi i kopshtit ku kam çunin, po të gjithë ajo zona aty tek lagja, të gjithë i njohin dhe e dinë se si pronarët e kopshtit, si edukatorët që janë atje, janë të mrekullueshme. Domethënë, unë nuk do zgjidhja kurr, edhe sikur mes New Yorkut më çonin, nuk do zgjidhja kurr një kopësht tjetër, përveç se te ky që e kam çunin, sepse janë në çdo aspekt, si në komunikim, në dashurinë, respektin, kujdesin që japin për fëmijën, por sillen jashtë masës shumë mirë dhe me mamat dhe me prindrit përgjithësi. Janë të veçanta. Jam me fat që i kam aty afër, që i njoh dhe që kam zgjedh kopshin më të mirë për çunin. Dhe imagjino aq të mira janë, saqë më kam bërë dhurata edhe edukatorja çunit, i bleu një makinë të madhe të kuqe çunit, po ai nuk priti dhe hapi direkt dhe unë sarita do t'i bëja video. Ndërsa sot mi dha pronarja këto dhuratat, pronarja kopshtit, dhe çuni është në gjumë dhe nuk shoqëru nuk do më bezdisi sa t'ja u tregoj. E falenderoj jashtë mase shumë për dhuratat, si për mua si për çunin, sepse më kam pëlqyer shumë. Si fillim po u tregoj dhuratën që më ka sjell mua. Kjo kishte edhe çantën e vet, po ja hoqa. Më ka bler një super çantë, e cila me thënë të drejtën më mungonte kjo lloj çante. Gjithmonë, do të thënë këtë periudhën e fundit, kam dash të blej një çantë të tillë, po asnjëherë nuk u bëja mbar, ose nuk e gjeja kur modelin ose ngjyrën që unë doja, dhe Rudi, do të thënë pronarja e kopshtit, e ka gjetë fix perfekt siç unë e du. Është me këtë ripin kështu si zinxhir, ka dhe brenda ka rip lëkure, do të thënë që ta mbaj edhe me këtë, ka dhe këtë mrena. Është fantastike. Po ta prekni, ta ndjeni lëkurën, e kuptoni se çfarë lloj materiali është dhe sa e bukur e sa e mirë është. Më ka pëlqyer shumë dhe e di që do më shkoj me çdo veshje, sepse ka ngjyrën e atill që shkon kjo. Faleminderit shumë, Rudi, nuk e di, je papame. Tani t'ju tregoj
Dhe që mi ka marrë çunit. Na ka marrë firmën e preferuar me Dodit, Adidas, sepse edhe gjithmonë kur i blej atlet ose këpuc, Adidas i marrë dhe shoh që çuni i ka shumë qef. I pëlqen domethënë. Ka marrë këto super atletet, që unë marroj për atletet bardha për çunin, i ka marrë pranë verore, që t'ja vesh këtë periudhë. Janë perfekte dhe jam e sigurt që do ja vesh jashtë masës shumë çunit, sepse shkojnë me çdo gjë dhe më pëlqen shumë. Madje do marrë një palë për vete si këto, që t'i kem njësoj me çunin. Dhe i ka marrë dhe një kostum, po prap Adidas, që të kombinohet me atletet. Këtë bluzën, dhe më thëmë pulloverën, dhe tutat, që janë, për mu janë modeli më i përshtatshëm dhe më i bukur për fëmijë. Madje edhe vetë, edhe ne të mëdhenj i pëlqejmë shumë këtë lloj modeli të kostumeve sportive, sepse shkon me çdo gjë. Domethënë, këto ishin super dhuratat që Rudi më ka bë dhe me thënë drejtën më ka vënë pak siklet sepse ishte harxuar shumë. Dhe falenderoj nga zemra, nuk e di a do e ndjeki këtë video apo jo, po unë e takova ja thash te live, po e falenderoj shumë, është mase e mirë, i uroj më të mirat e botës asaj dhe familjes së saj, dhe të gjithë stafit kopshit çunit. Jam shumë e lumtur që i njoh. Tani, unë me që kam çunin në gjumë dhe drekën e kam gati, po mendoja të bëja një dush dhe t'ju tregoj, provoj dhe unë, domethënë ta shoh se si do më dali, provoj të bëj kaçurelat me ato tubat që më erdhën që u tregova dhe ju, ta provoj të shoh se si do më dalin, a janë me vërtet ashtu siç ishin në video apo jo, po gjithsesi po pata nerva, që më duket se nuk paskam. Po pata nerva patjetër që do bëj video dhe ja u tregoj, sepse e di që ka shumë goca që pëlqejnë të bëjnë flokun kaçurel, po pa e dëmtu. Domethënë me metoda, si më thon, pa djegje, pa ngrohtësi, pa dëmtim. Dhe në qoftë se ato janë me vërtet aq të mira sa çun pash në video, janë super produkt, janë super të mira, po pa e provu vetë nuk ju them dot, sado që unë e pash tek video, duhet ta provoj unë që t'ja u tregoj a jam e vërtet ashtu apo jo. Thjesht kam, nuk e di, a të qohem të bëj dush, pastaj të pi kafen, bëj një kafe, apo të bëj kafe pastaj të bëj dush. Ta mendosh, më mirë është të bëj dushin, ta hiq qafe, pi kap ato flokët ashtu, dhe pastaj të pi kafen. Kështu që po qohem dhe qohem që do bëj.
përfundim i bona. Kam dalë që si idiote, po nuk kam që të bëj. Këto kështu duken tash. Edhe këto tamam duhen majtë gjithë natën. Mos i vjen re aty në rrobave atje se unë nxora me palos, ndërkohë Udi filloi të los me ato. Këto duhen marrë gjithë natën në fakt, po unë nuk do t'i marr gjithë natën se nuk i duroj dot. Do t'i lej pak kështu, do t'i thaj pastaj prap me tharse dhe do t'i hap. Dhe një diçka, unë si kam vendos asnjë gjë flokëve, as shkum, as nga këto llak për flokët, për kaçurrela, domethënë asnjë farë stimulanti. I kam lënë që të marrin atë formën e vet natyrale. Thjesht kur të kalon 1-2 orë kështu do t'i lëshoj dhe do shoh si do dalin. Por gjithsesi ju thash, e mira është që to të marrin gjithë natën, po unë nuk e marr dot gjithë natën këto kështu. Do i maj aq sa të kem mundësi dhe do t'ju tregoj dhe ju normale që po. Tani jam në atë momentin që du të bëj darkën, po nuk di çfarë të bëj. Po unë kam një diçka, kam vite që një farë mënyre shpik gjellëra, shpik supra dhe kam arrit në një përfundim, do ja kem tregu dhe herë tjera besoj. Kam arrit një përfundim që këto 5 perime shkojnë shumë me njëra tjetrën dhe çdo lloj gjelle supe dele mirë me këto. Dhe kam dhe qep, dhe shtoj dhe qik qep, po këto janë 5 kryesoret. Dhe mund shtoj një dorë oriz ose një dorë nga ato makaronat e vogla që ne i quajmë sherie, mund t'i shtoj pana, mund t'i shtoj salcë domatesh ose domate. E tani që mendoj kam domate shumë të mira, sot i bleva, mund shtoj domate ta bëj si tip gjelle vere. Po, t'jep mami qumësht. Mund ta bëj si tip gjelle vere, po do t'ju thoj që këto të pesta që ju tregova janë shpëtimtarët e mia, ku nuk di çfarë të bëj. Kështu që do nis nga puna tani, do shpik diçka që të kem një gjell ose një ushqim për dark, se në ora 8:30 Lori vjen nga boksi, se është në boks, dhe s'ka faj hahet, don't hide direct, dhe nuk pyet se çka kam bë, thjesht ke diçka me hëngër dhe mjafton mos jetë me shumë kalori. Kështu që atë do bëj tani, do filloj me gjellën dhe t'ju tregoj pak a shumë çfarë shpike bëj unë. Inshallah nuk më kap copyrighti tani se ka vënë çune ato kukat e veta. Inshallah jo, se nuk duam të na kapi copyrighti. Unë nuk është se u tregova shumë për flokët, sepse unë kisha bërë një gabim shumë të madh. Ato donin flok pothuajse të thata ose të lagura, po që t'i mbash gjithë natën. Unë përtova, nuk e majta dot gjithë natën dhe i kam majta si kam majt 1 orë gjys, 1 orë 20 minuta e kam majt dhe i hoqa. Po vërre diçka, këca fije që ishin flokët si më të thata, kishin dalë perfekt. Për shembull, ja, janë disa këtu po t'i veni re, kanë dalë shumë bukur, ndërsa të tjerat, këto sipër që nuk kishin, që ishin si tlakta, kanë dalë shumë bukur, smeret vesha janë. Po, si produkt, ai funksiononte, ishte, domethënë, ja vlente me vërtet. Ja, këto që ishin thata kanë dalë shumë bukur. Po gjithsesi, në një ditë tjetër kur të kem më shumë nerva, do ta bëj nga fillimi dhe me flok më të thatë. Ose do t'i bëj në darke, do flej me ato dhe nesër mëngjes do t'i hap. Se kështu siç i mbajta unë 1 orë nuk është se bëj. Dhe prapë shkretat deri diku kanë dalë mirë. Po më kanë dalë nga që janë bet kaçurrelse. Një floku i drejtë nuk i bëhet kështu. Duhet patjetër të marrë gjithë natën. Po gjithsesi më sa kuptova unë e vlente. Odi, do në çuçin mami? Hajde mere. Apo ta sjellë mami. I shkuri në kërvate dhe shif kukat.